Zjarri që ra në një apartament në Tetov në blokun urban 70 i mori jetën një 76 vjeçari, ndërsa djali i tij 51 vjeç ka mbetur i lënduar me djegje në fytyrë dhe ekstremitete. Në thonë rreth orës 19:49 në repartin e urgjencës kirurgjikale është sjell pacient i moshës 51 vjeçare me inicialet MS, i cili ka pasur disa lëndime trupore, përkatësisht domethënë djegje në dorën e gjatë dhe në fytyrë. Po ashtu domethënë në repartin tonë është bërë sanimi i plagëve, është dhënë terapia adekuate për llojet e plagëve dhe më pas për shkak të simptomeve të cilët i ka pasur intoksikim nga timi është dërguar domethënë në repartin internistik për trajtim të mëtuqeshëm. Po ashtu domethënë prej aty është dërguar edhe në repartin infektiv për marrjen e terapisë adekuate. Gjendja e pacientit është domethënë mirë dhe është lëshuar për trajtim shtëpiak. Shkaqjet e zjarrit ende nuk janë zyrtarisht të konfirmuara, por dyshohet se zjarri është shkaktuar nga një bombul gazi e përdorur për ngrohje. Në të njëjtën banesë para disa ditëve, domethënë para 10 ditëve, kemi pasur njëjtë zjarr të paraqitur dhe kemi intervenuar ne si zjarr fiks. Shkaqet dihet se ai ka përdorur edhe bombol gazi, të cilët ndoshta e ka harruar. Mirë, po për këto informacione më shumë detaje mund t'ju jep prokurori i cili mbrëmë ishte në vendngjarje. Prokurori publik ka urdhëruar obduksion të trupit të pajet dhe ekspertizë të banesës për të përcaktuar shkakun e saktë të zjarrit. Në vend të ngjarjes nga zjarri ka ndëruar jetë një 76 vjeçar, pra me inicialet OS. Mjeku nga Spitali Klinik Tetovës ka konstatuar vdekjen nga plagët e marra, kurse gjithashtu gjatë tentimit për të shohur zjarrin, lëndime apo të djegurina ka marrë edhe djali i tij MS 51 vjeç. Në vendin e ngjarjes, inspektimin e ka kryer prokurori publik dhe pjesëtarët apo ekipi nga sektori për punë të brendshme Tetov. Nga njësia e zjarfikësve njoftojnë se për shkak të sezonit të ngrohjes, kohëve të fundit është rritur numri i zjarreve në objekte banimi dhe biznese.